I nderuar autor I librit, protagonist I gjitha këtyre ngjarjeve, veprimtar I shuar I çështjes kombëtare, veprimtar I shuar I Lidhjes Demokratike të Kosovës, komandant I batalionit të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, shumë I respektuar miku im Ganilahu, faleminderit që na ke tubuar në këtë promovim të vëllimit të këtyre librave me vlerë dhe rëndësi të veçantë. Të nderuar profesor, mësimdhënës, dashamir të librit, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të shoqatës së shkrimtarëve këtu në Voshtrë, të gjithë ju të pranishëm, të dashur panelistë, lejoni që në emër timin t'ju falenderoj të gjithë juve që jeni pjesë këtu, por do të kisha dashur që kjo sallë të ishte plot e përplot, sepse sot po promovohet një pjesë e historisë që është më tepër se një libër me 3 vëllime, që pasqyron realitetin e asaj pjesë të historisë që është bë një hallë e historisë së Kosovës. Është kënaqësi dhe nder për mua që si kryetari I Komunës së Voshtrisë të jam sot këtu me ju në një ngjarje me peshë të veçantë për qytetin dhe historinë tonë kolektive, për urimin e librit në 3 vëllime Voshtria në dekadën e ndryshimeve historike, kronik ngjarjesh që përfshin periudhët e vitit 1990-92 nga autori Ganilahu, që përmbledh themelimin, shtrirjen dhe aktivitetet e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Voshtrë gjatë periudhës së vitit 1990-1992, ku protagonist I kësaj ngjarje ka qenë vetë autori, por kemi qenë edhe shumica prej neve që I shoh në këtë audiencë, dhe pikërisht për këta e përgëzoj autorin për vizionin e tij, për besnikërinë ndaj kësaj pjese të historisë së lavdefshme të kombit tonë. Grumbullimi dhe ndarja e ndihmave solidare në periudhën 1990-92 është vëllimi I dytë që përbën një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme